Pas disa orësh bllokimi, aksin rrugor Bog-Qafthore-Theth tashmë mund ta përdorin automjetet. Lajmin e bëri të ditur kryebashkiaku Benet Beci përmes një videoje të shpërndarë në rrjetet sociale, ku tregon se po vjen puna intensive për pastrimin dhe sigurimin e këtij segmenti. Në statusin e tij, kryebashkiaku shkruan: pas mbylljes së mbrëmshme të segmentit rrugor për shkak të rrezikut nga urteket e dëborës, që herët në mëngjes ka nisur punimet intensive në terren nga firma kontraktore mirëmbajtjes. Aktualisht rruga është e hapur për qarkullim deri në Qafthore, ndërsa po vjen puna për pastrimin dhe sigurimin e segmentit Qafthore-Theth. Mjetet borpastruese dhe ekipet teknike janë në veprim me prioritet maksimal për të garantuar hapjen e plotë të aksit, sapo të krijohen kushtet e nevojshme të sigurisë. Drejtuesit e mjeteve luten të tregojnë kujdes dhe të ndjekin udhëzimet e shërbimeve në terren. Situata monitorohet në mënyrë të vazhdueshme dhe do të ketë përditësime të mëtejshme. Një natë më parë, Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër apeloi drejtuesit e mjeteve për të mos qarkulluar gjatë natës në këtë rrugë për shkak të rrezikut nga urteket e dëborës dhe kufizimit të fushpamjes për shkak të kushteve të përkeçuara atmosferike.